Letra e Apostullit Jakov, kapitulli i parë. Le ta ndjekim me vëmendje vëllezër, aleluja, fjalën e Perëndisë, se çfarë do të na jap Zoti sot. Jakobi, shërbëtori i Perëndisë dhe i Zotit Jezus Krisht, të 12 fiseve të shpërndarë në përbotë, përshëndetje. Ta konsideroni një gëzim të madh o vëllezërit e mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshme, duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri. Dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot pa asnjë tëmet. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar dhe atij do t'i jepet. Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit të cilën e ngre dhe e përplas erra. Dhe ky njeri të mos pandehet se do të marrë diçka nga Zoti. Sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta. Dhe vllai më poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij, dhe i pasuri në uljen e tij, sepse do të shkojë si lulja e badit. Në fakt, si lindi dielli me të nxehtit e tij dhe e tha u barin, dhe lulja e tij ra, dhe bukuria e pamjes së vet humbi. Kështu do të fishket dhe i pasuri në udhët e tij. Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli aprovuar do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti u apremtoi atyre që e duan. Askush nuk tundohet, kur tundohet të mos thotë jam tunduar nga Perëndia. Sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja dhe ai vetë nuk tundon asnjërin. Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmitë e vet. Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkati. Dhe mëkati, si të kryet, ngjis vdekjen. Mos u mashtroni vëllezërit e mi shumë të dashur. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen për së larti dhe zbret nga ati i dritave, pranë të cilit nuk ka ndrim dhe asnjë ndryshim. Ai na ngjizi me vullnetin e tij me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi në një farë mënyre fryti i parë i krijesave të tij. Prandaj vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejtë në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemrim, sepse zemrimi i njeriu nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Prandaj hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Dhe bëuni berës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo berës, ai i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë, ai e shikon veten dhe pastaj ikën, duke harruar menjëherë si ishte. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë, dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vet. Nëse dokush nga ju mendon se është fetar dhe nuk i vë fre gjuhës së vet, sigurisht ai e mashtron zemrën e vet. Feja e këtij është e kotë. Feja e pastër dhe e panjollë përpara Perëndisë dhe Atit është kjo: të vizitosh jetimet dhe të vejat në pikëllimet e tyre dhe të ruash veten të pastër nga bota. Amin. Të 12 fiseve të shpërndarë në përbotë,
që do të thotë popullit të zgjedhur të Perëndisë, që janë të shpërndarë në të gjithë botën. Një letër, vëllezër, që gjithsecili shikon dhe kupton ecurinë e tij në besimin që ai ka në Zot. Letrat na drejtohen të gjithëve kishave, pikërisht, vëllezër, aleluja, për të kontrolluar gjithsecili veten e vet. Ne vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, jemi të mësuar nga fryma e Perëndisë, nga Zoti. Sepse Zoti është ai që nëpërmjet frymës të Perëndisë na i zbulon fjalën e Perëndisë. Që ne ta kuptojmë fjalën e Perëndisë, që do të thotë të mësuar nga Perëndia, lavdi Zotit. Prandaj, duke qëndruar vazhdimisht të kujdesshëm nëpërmjet fjalës të Perëndisë, duke parë veten në fjalën e Perëndisë, ne kontrollojmë veten tonë që të ecim të pëlqyer në rrugën tonë, në këtë zgjedhje nga Perëndia, sipas vullnetit të Zotit. Kjo është thirrja e Perëndisë, që ne të ecim krejt ndryshe. Të ecim me këtë vepër të madhe që Perëndia bëri në jetën tonë, si të rilindur, si njerëz që vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, ecim nëpërmjet frymës së shenjtë. Nuk do t'ju lë vetëm, tha Jezus Krishti, por do t'ju jap frymën e shenjtë, ai do t'ju drejtojë, ai do t'ju mësojë, ai do të na udhëzojë, ai do të na zbulojë. Të gjitha gjërat, motra dhe vëllezër, aleluja. Përse ndodhi? Dhe letra që na dërgon Jakobi, vëllezër, thotë: ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezërit e mi, kur ndodheni përballë provash nga më të ndryshme. Kjo, motra dhe vëllezër, aleluja, na tregon që i krishteri pas prova nuk mundet, motra dhe vëllezër, të ecë në jetën e tij si biri i Perëndisë. Sprova është e domosdoshme, bile këtu thotë, ta konsideroni një gëzim kur ju kaloni sprova të ndryshme. Sepse shpeshherë, duke ditur i krishteri që ka pranuar Krishtin, mendon që nuk do t'i ndodhë asnjë lloj gjëje. E kundërta është. Prandaj fjala e Perëndisë na zbulon gjithçka. Të gjithë ata që pranuan Jezus Krishtin u përndoqën, motra dhe vëllezër, aleluja. Këto janë sprova që kalojnë të krishterët për të treguar fuqinë e Perëndisë. I krishteri, motra dhe vëllezër, kur ka pranuar fjalën e Perëndisë dhe ka rilindur, është një krijesë që i përket Zotit, dhe në veprimtarinë e tij çdo gjë e ka, motra dhe vëllezër, aleluja, detyrim t'i pëlqejë Perëndisë, atij që e ka thirrur. E falenderojmë Perëndin. Pse? Sepse Zoti na ka dhënë një emër të madh, bij të Perëndisë. Dhe bijtë e Perëndisë kanë një vepër për të bërë në tokën, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj thotë ta konsideroni gëzim të madh kur ju kaloni sprova të ndryshme. Do të sprovoheni në besim. Do të sprovoheni në shumë gjëra, motra dhe vëllezër, aleluja. Për të treguar kujt i besoj. Çfarë besoj, motra? Çfarë shpresoj? Cili është piksynimi im, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj thotë, duke ditur se sprova e besimit që ne kemi në Zot do të sjellë qëndrueshmëri.
kur ne sprovohemi, thotë, për besimin që ne kemi, kjo sprovë e lejuar nga Perëndia do sjellë qëndrueshmërinë në ne. Shumë mund të vinë motra dhe vëllezër, aleluja, të gjykojnë, të na flasin për besimin, motra dhe vëllezër, aleluja, por pak më përpara thamë, ju do të jeni të mësuar nga Perëndia. Si, motra dhe vëllezër, aleluja, kur Zoti na thirri, veproi me fuqi të madhe në jetën tonë për të besuar ne që gjithçka që ndodhi në jetën time ishte si rezultati i dashurisë së Perëndisë në mua. Pashë vërtet dorën e Zotit në jetën time dhe besoj, dhe për këtë besim që unë pashë në jetën time, këtë dorë të fuqishme që veproi në jetën time, unë do të provohem. Sa besoj, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe kur unë besoj që Zoti është ai që më ka zgjedhur dhe do të kaloj në të tillë situatë, e falenderojmë Perëndin, kjo do të sjellë qëndrueshmëri në jetën e besimtarit. Ai është i qëndrueshëm dhe nuk është, motra dhe vëllezër, nga të fryera. Pse? Sepse vërtet në të është mbjellë një farë që nuk prishet. Është mbjellë fjala e Perëndisë, është mbjellë e vërteta. Dhe ne jemi thirrur ta ruajmë, motra dhe vëllezër, të vërtetën në jetën tonë. Dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur. Ai që është i qëndrueshëm në sprova të ndryshme, do të bëjë, thot, një vepër të përsosur Zotin në te. Që ju të jeni të përsosur dhe të plotë dhe pa asnjë të metër. Ky është qëllimi që ne sprovohemi. Që ne të kemi qëndrueshmëri në besimin tonë dhe të jemi pa njolla, pa të meta në sy të Perëndisë. Do të gjojmë shpesherë, po ju kështu, po të ishte Zoti me ju, nuk do të ndodhin këto, pse i lejon Zoti këtë, pse i lejon Zoti atë, motra, e shumë gjëra. Por mos harroni fjalën e Perëndisë që thash, është pasqyra, ku ne vërtet edhe fjala na mëson, shohim vete. Pse i ndodhen Jobit të gjitha gjërat në familjen e tij? Sepse nuk ishte besimtar, sepse ishte i lëkundur. Por për të na vërtetuar ne, që ne të besojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, që diçka tjetër Zoti kërkon të nxjerrë në sprovat që ne kalojmë. E falenderojmë Perëndin. Dhe Jobi mori, motra dhe vëllezër, aleluja, vërtet besimin që kishte Perëndia, lavdëroi emri i Perëndisë me qëndrueshmërinë e Jobit, lavdi Perëndisë, u sprovua në gjëra të vështira, motra dhe vëllezër, aleluja. Humbi pasurinë, humbi fëmijët, sëmundje në trupin e tij. Dhe njerëzit e Perëndishëm i flisnin. I thoshin, po të ishte Perëndia me ty, nuk do të lejonte një gjë të tillë. Dhe ai e dinte shumë mirë pastërtinë dhe zemrën që ai i kishte dhënë Zotit, motra dhe vëllezër, dhe ishte një njeri i qëndrueshëm. Dhe i dha lavdi Perëndisë me jetën e tij, vëllezër, aleluja. Dhe kjo vepër ndodh në çdo njeri besimtar i thirrur nga Perëndia. Dhe thotë, por në qoftë se ndonjëri nga ju i mungon urtia, në qoftë se ndonjëri nga ju i mungon dituria, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, dhe nuk arrin të kuptojë gjërat që ndodhin rreth tij, le të kërkojë nga Perëndia që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jep. Nëse nuk arrin dot, motra dhe vëllezër, aleluja, të kuptojmë situatën që ne ndodhemi, ai njeri thot, le t'i kërkoj Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja.
Ne kemi një Zot të gjallë. Ne kemi një Zot që na përgjigjet në lutjet tona. Me mënyra nga më të ndryshme ne marrim përgjigje nga Perëndia. Shkojmë në lutje dhe themi, Zot, nuk e kuptoj çfarë po ndodh me mua. Dhe Zoti vërtet do të na zbulojë, motra dhe vëllezër, arsyen pse unë jam në këtë gjendje. Sepse fryma e Perëndisë vepron në çdo njeri nga ne për të na dhënë, motra dhe vëllezër, jetën e përjetshme, për të na bërë të përsosur si bijë të Perëndisë, për t'i dhënë lavdi Perëndisë. Kjo është vepër e frymës së Perëndisë në çdo njeri nga ne. Do të futemi, motra dhe vëllezër, në furrë që të bëhemi të shijshëm. Dhe provat nga më të ndryshme që ne kalojmë është pikërisht kjo gjë, që ne të dalim, motra, të sprovuar në jetën tonë. Dhe ai që kërkon, thot, të kërkoj me besim, pa dyshuar. Do shkoj në Zot dhe do t'i kërkoj Zotit me besim. Di se kujt i drejtohet. Di pse di, nga i ka mësuar, motra dhe vëllezër, sepse ai erdhi i pari në jetën time. Ai erdhi veproi fuqishëm në mua dhe çfarë më dha mua? Besimin në të. Nga ato që unë pashë, çfarë më dha Zoti? Besim në të. Dhe tani, motra dhe vëllezër, do të shkoj me këtë besim që Zoti më dha mua, vëllezër, dhe do t'i kërkoj gjithçka Zotit tim. Sepse e di se kujt i kërkoj, di se nga kush do marr përgjigje. Sepse ai që dyshon, që nuk beson, domethënë, në Zot, i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplasera. Ai që dyshon të vete, po do ta bëj Zoti një gjë të tillë, po do të më dëgjojë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Çfarë ka bërë Zoti në jetën tonë në fillim të besimit tonë? A nuk tregoi Zoti madhështinë dhe fuqinë e tij se si ndryshoi jeta jonë në fillim? A nuk janë ndryshimi i jetës tonë gjërat e mëdha që bëri Perëndia, dëshmia më e madhe që ne bëjmë për lavdi të Perëndisë? Dhe këto për çfarë ndodhen? Që ne t'i dimë, jo, të na rritet besimi, të dimë se kujt i besojmë, motra dhe vëllezër, aleluja. Që të mos dyshojmë në gjërat që shkojmë dhe i kërkojmë atij. Por di se kujt t'i drejtohem. Di që ai Zot erdhi në jetën time. Ai më foli. Ai më tregoi gjëra të mëdha në jetën time. Ai ndryshoi jetën time dhe di kujt t'i shkoj tani dhe të flas me të. Ai që ka dyshime, thot motra, ky njeri, të mos pandehet se do të marrë diçka nga Zoti. Ai që vetëm me dyshim dhe nuk beson që Zoti është i gjallë, që Zoti është pranë tij. Nuk beson që Zoti thot të kam zografisur në pëllëmbën time dhe të shikoj në çdo moment, thot Zoti, lavdi Perëndisë. Ai që dyshon, motra dhe vëllezër, nuk mund të marrë nga Perëndia. Nuk është veprimi që ne bëjmë që të na japë Zoti. Është besimi që ne kemi në Zot për të marrë, vëllezër. Shikojeni si u përgjigjet Zoti të gjithë atyre që kanë nevojë për Zotin. Dikush ishte e sëmurë, thot motra dhe vëllezër, dhe vendosi në zemrën e saj të prek rrobën e tij dhe do shërohet. Shkon, motra dhe vëllezër, aleluja, e prek rrobën e tij dhe ndjen në trupin e saj që u shërua. A nuk i thot Zoti kush më preku? Nuk e dinte Zoti që e preku dikush. Dhe na jep një mësim ne, të gjithë gishepujve që ishin rreth tij. Sepse ata i thanë ty po të shtyr në Zot. Si thua kush më preku? Dikush erdhi dhe më preku me besim dhe mori nga mua. Sa e rëndësishme është si shkoj tek Zoti, motra dhe vëllezër. Nëse nuk vete me besim, nuk mund të marrë, thot ky njeri. Dhe kur ajo i rrëfeu, si erdhi, si vendosi në zemrën e saj, çfarë problemi kishte dhe i dëgjuan të gjithë, ai i tha, grua, besimi yt të shëroi.
Besimi e bën motra dhe vëllezër, aleluja, që Zoti të na japë. Nëse ne besojmë, nëse ti beson, sa një kokër si napi, thotë Zoti. Sa fuqi është motra vëllezër në ne, nëse ne besojmë në Zot. Këti mali do t'i thoni shpërngullu që këtu dhe do t'ju bindet, thotë. Mali, motra dhe vëllezër, aleluja. Duhet besim që ne të mund të marrim, thotë. Sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e veta. Ai njeri që shkon me dyshim në Zot, thotë, është i paqëndrueshëm. Gjithmonë dyshues. Është Zoti, s'është Zoti, kur besim është, ku janë mbledhur 2 apo 3 në emrin tim, unë jam midis tyre. Nëse ne besojmë fjalën e Perëndisë, që është e vërteta, motra dhe vëllezër, Zoti është këtu. E falenderojmë Perëndin. Kush e sjell Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, përveç se besimi ynë. Dhe vllai i më poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij, dhe i pasuri në uljen e tij, sepse do të shkojë si lulja e bari. Dhe një vëlla që është i përulur, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti thotë me besimin që ai ka, do ta ngrerë dhe do ta lartësojë, thotë. Dhe i pasuri, motra dhe vëllezër, aleluja, që kjo pasuri është kaq e përkohshme, do të zhduket, thotë, do të thahet, si lulja e barit, thotë, del dielli dhe thahet lulja, dhe nuk mbetet asgjë, vëllezër, aleluja. Përse i tregon Zoti të gjitha këto shembuj? Që të arrijmë të kuptojmë që gjithçka është në dorë të Perëndisë. Në fakt, si lindi dielli mes të nxehtit e tij dhe e thau barin, dhe lulja e tij ra, dhe bukuria e pamjes vet humbi. Kështu do të fishket dhe i pasuri në udhët e tij. Njeriu që ngulmon në provë. Është i lumtur, thotë motra dhe vëllezër, ai njeri që nuk tërhiqet, por që ngulmon në provë, qëndron në këtë provë, motra dhe vëllezër. Është Zoti ai që do të më nxjerrë. Është Zoti ai që do të më nxjerrë nga kjo situatë. Sepse Zoti e lejon për të mirën time një gjë të tillë. Diçka tjetër shikon Zoti, jo si shikoj unë. Mendimet tuaja janë shumë larg mendimeve të mia, thotë Zoti. Dhe unë duke e besuar fjalën e Perëndisë, Zoti di, Zoti do të bëjë më të mirën për mua. Prandaj dhe lejon një situatë të tillë. E kam nevojë një situatë të tillë. Lavdi Zoti. Ky është besim në ai që më thirri. Dhe ai, ne në ai kemi lënë gjithçka, motra dhe vëllezër. Atëre, lere dorën e Zotit të veprojë dhe të bëjë më të mirën në jetën tënde. Po, mendimi im nuk është kështu, nuk janë mendimet tona. Duhet të jetë forca e Zotit, vullneti i Perëndisë. Ne jemi të dorëzuar në praninë të Perëndisë, sepse e dimë se kujtja kemi dorëzuar veten tonë. E kemi pranuar si Zot dhe shpëtimtar në jetën tonë, motra dhe vëllezër. Dhe kur e kemi pranuar si Zoti im, jemi të detyruar, motra dhe vëllezër, të bindemi Zotit tonë. Është Zoti im. Ai erdhi në jetën time. Ai më foli. Ai më tha, dëshiron të vish të më ndjekësh. Dhe ne thamë amin, Zot, të bëhet vullneti yt. Lere Zotin të bëjë vullnetin e vetë, sepse është më e mira që Zoti ka përgatitur për ne. Falenderojmë Perëndin. Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli ja provuar, kur mbaron sprova, motra dhe vëllezër, do të marrë kurorën e jetës. Lavdi Perëndisë. I cili të cilët Zoti u apremtoi atyre që e duan Zotin. Kurorën e jetës do ta marrin të gjithë ata që e duan Perëndinë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ta dua Perëndinë, e lejoj që ai të veprojë për të mirë në jetën time. Ai vepron për të mirë në çdo gjë, motra dhe vëllezër, unë e besoj atë. Askush kur tundohet, të mos thotë jam tunduar nga Perëndia.
Sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja dhe ai vetë nuk tundon asnjëri. Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e tij. Ndodhin shpeshherë gjërat motra dhe vëllezër, aleluja, nga lakmit tona. Edhe këtu duhet të ndajmë motra dhe vëllezër, e lejon Perëndia në jetën time apo lakmia ime më ka çuar në këtë gjendje. Se Zoti nuk tundon njeriu, thot motra dhe vëllezër, aleluja, por është njeriu, thotë, tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e tij. Dhe pastaj thot, pasi lakmia vjen në mendje motra dhe vëllezër, pasi mbaset, zbret në zemër, pjell mëkatin, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Bie në mëkat njeriu. Dhe si kryet ky mëkat, motra dhe vëllezër, ngjis vdekje. E për të gjithë këtë, nuk është motra dhe vëllezër vullneti i Perëndis ky, po është lakmia ime që më çoi deri në këtë pikë. Prandaj do shumë kujdes të dimë të ndajmë dhe thot kush s'ka urti, le të drejtohet Perëndisë dhe vetë Perëndia do të na flasë nëse është vërtet motra apo s'është vërtet nga Perëndia. Zoti do të na tregojë, Zoti do të na udhëhijë e që kur ne jemi të përulur dhe shkojmë në Zot. Vëllezër, mos u mashtroni shumë të dashur. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen për së larti. Dhe zbret nga ati i dritave, pranë të cilit nuk ka ndërim dhe asnjëje ndryshimi. Ai na ngjizi me vullnetin e tij, me anë të fjalës së të vërtetës, që ne të jemi në një farë mënyre fryti i parë i krijesave të tij. Ai na ngjizi motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderojmë Zotin. Kush nuk ka rinlindur, motra dhe vëllezër, nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë. Lavdi Zotit. I tha Nikodemit, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe këtu thotë e njëjta gjë. Ai na ngjizi me vullnetin e tij me anë të fjalës të së vërtetës. Kjo fjalë që është farë, motra dhe vëllezër, aleluja, si zuri vend në zemrat tona, në një zemër të pastër, dha fryt, thot motra dhe vëllezër, 100 fish. Ai na ngjizi, thot, me vullnetin e tij, me anë të fjalës, që ne të jemi si, motra dhe vëllezër, çfarë duhet të jemi? Në një farë mënyre fryti i parë i krijesave të tij. Jemi krijesa të Perëndisë, krijesa të udhëhequr nga fryma e Perëndisë, të rilindur, motra dhe vëllezër, lavdi Zotit. Kjo është vepër e Perëndisë, që çdo njeri nga ne, motra dhe vëllezër, aleluja, të udhëhiqet nga Perëndia. Jemi qytetarë qiellorë. Për çfarë jemi qytetarë qiellorë? Që të mendojmë këtu, motra dhe vëllezër, kur ora po vjen, kur ora e Zotit thot bëuni gati, kur t'i shihni të gjitha gjërat që po ndodhin dhe janë sipas fjalës të Perëndisë, ju ngrini kokën lart, thot Zoti. Shpëtimi juaj është afër. Ardhja e Zotit është afër. Do vit ju marr që atje ku ja mund të jeni edhe ju fjalët e Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, aleluja. A nuk i shohin gjërat që janë afër? Dije këtë gjë, Timote, se në kohët e fundit njerëzit do të jenë të pabindur, motra dhe vëllezër. Lakmues parash. E falenderojmë Perën. A nuk ndodhin të gjitha këto gjëra? A nuk po i shohim, motra dhe vëllezër, të gjitha këto gjëra? Shikoni vëllezër, aleluja. Do lexoj që ta shohim vërtet kohët e fundit, thot. Në ditët e fundit do vinë kohë të vështira. Sepse njerëzit do jenë egoistë, lakmues parash, buravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të paudhë, të padhemshur, të papajtushëm, shpifës, të papërmbajtur, mizorë,
që se duan të mirën, tradhëtarë, kokëshkrejtë, fodullë, dëfrim dashës, më fortë se perëndi dashës, të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj, nga këta largohu. Në kohët e fundit, do të jenë këto gjëra, motra, do t'i shihni këto gjëra. Dhe a nuk jemi, motra dhe vlezër, aleluja, në këtë situatë sot? Si janë njerëzit rreth nesh, motra dhe vlezër, aleluja? Ngrini kokën lart kur t'i shihni këto gjëra, thot Zoti, sepse ardhja e Zotit është afër. E falenderojmë Perëndin. Ky është vullneti i Perëndis, që në ne të bëjë, motra dhe vlezër, krijesa nga Perëndia. Krijesa, motra dhe vlezër, qytetarë qiellorë, të udhëhequr nga fryma e Perëndisë. Ky është vullneti i Perëndis, një popull i veçantë. Një popull i veçantë që s'ka lidhje me botën, motra dhe vlezër. Ata ishin bashkë, adhuronin Perëndin, qëndronin bashkë, nuk ishin lidhje me gjërat që ndodhin jashtë. Populli i veçantë i shkëputur nga gjërat, motra dhe vlezër, që bënim në fillim. Tani bëjmë gjërat që i pëlqejnë Perëndisë. Jo gjërat që bënim në fillim njësoj si gjithë të tjerë. Sot jemi të udhëhequr nga fryma e Perëndisë, të mësuar nga Perëndia për t'i dhënë lavdi Perëndisë, vlezër. Lavdi Zotit. Zoti ta bekojë këtë fjalë.